Përshëndetje të gjitha atyre që na ndiqin në të gjitha rrjetet tona sociale. Përshëndetje mami, babi. Përshëndetje që na ndiqin në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në bibliotekën ton virtuale, siç u njoftuam edhe nëpërmjet videos paraprake. Në vazhdimsi të intervistave tona dhe traditës, ajo që pyes është ajo që unë mësoj, learning by talking and talking by learning. Siç e patë edhe nga hyrja, kemi të ftuar sot një personazh shumë simpatik. Kështu, në personalitet se. E di që do t'ju pëlqej kjo intervistë, sepse sa ne ftojmë artista, po artista që kanë shpirt artisti dhe që dinë të bëjnë humor, qeshim gjithë, kënaqemi gjithë dhe shijojmë momente të bukura. Sot bashkë me nxënësit kemi shumë kënaqësi të kemi në institucion të ftuar Anton Bello. Është artist, është komedian, por e kemi ftuar kryesisht sepse me këtë modën e fundit, të termave të fundit që kanë dalë të rrjeteve sociale, quhet influencer. Futet ke kategoria e influencerave, ne do flasim sot se çfarë janë influencerat, çfarë janë rrjetet sociale, do mundohemi të themi me zë të gjitha ato gjëra që thuhen në zë apo pyetje që bëhen në zë, dhe do të bëjmë gjitha pyetjet e mundshme për të mësuar, sepse të mësosh kur nuk është vonë. Faleminderit shumë që erdhe në Time Center, Anton. Kënaqësia e imja, e gjitha. Unë do të bëj një shpjegim paraprak, jam i detyruar të them një herë paraprakisht, për që në rregull me të gjitha kontratat e gjithëpërfshirjes. Kjo është një formë podcasti që është ndërtuar brenda institucionit për të gjithëpërfshirë të gjitha hallkat, sepse një institucion nuk e bën një person i vetëm, nuk e bën një hallkë e vetme, dhe është detyra një institucionit të gjithëpërfshijë sa më shumë mendime, sa më shumë kultura, me të vetmin qëllim për të edukuar qytetarin e nesër. Sidomos brezat e ri. Kemi një parim, jo çdo gjë që ne të dy mund të themi këtu personifikon linjën editoriale apo kurrikulare apo mendimin e institucionit, është mendimi i pavarur midis dy personave. Kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara, nuk ka pyetje të gatshme. Ne do bëjmë të gjitha pyetjet që na vijnë, për ndonjë pyetje që mund mos të pëlqejë, ke drejt mos përgjigjesh. Po jo të na paragjykosh pyetje. Jo. Edhe një herë shumë faleminderit që erdhe në Time Center. Pyetjet e para kryesore do t'i bëj vetë, pastaj do t'ia lëm pyetjet fëmijëve. Ndërkohë rregullat i dim, ngrejmë dorën, bëjmë pyetjen, gjejmë përgjigjen, marrim përgjigjen, pastaj bëjmë pyetjen tjetër. Pyetja e parë, për gjithë ata që nuk të njohin, kush je? Kjo është pyetje e vështirë. Është pyetje e vështirë se njeriu ndryshon ditë pas dite dhe asnjëherë nuk e di kush je tamam. Po unë jam Anton Bello, jam 31 vjeç, me origjinë nga Korça, po lind e rrit në Fier. Vi nga një familje ku më rrinin po mos të mësoja, kështu që është po që me shumë dashuri. Punoj në financë. Bëj dhe pjesën e komedianit, që ajo është pasioni. Ke mbaruar për financë? Kam mbaruar financë, kam bërë dhe masterin financë bank. Dhe bëj dhe komedianin. Bën dhe komediani, je dhe shumë aktiv në rrjetet sociale. Sepse ajo është puna. Për gjithë ata që nuk të ndjekur, ku mund gjejnë? Në Instagram, Anton Bello, edhe në TikTok, po më pak në TikTok, sepse kam lënë pas dore, më shumë në Instagram. Komedian dhe punon financë. Si lidhen këto me njëra tjetrën? Nuk lidhen. Komedia ishte pasion që nuk vazhdoi, ishte pasion që nuk gjete veten? Jo, komedia ishte një pasion që filloi vonë. Unë kam filluar të merrem me komedi këtu e 4 vjet e gjysmë, diçka e tillë. Po kam qenë gjithmonë, kam pasur qef që të bëj njerëzit të qeshin, të ndihen mirë, e kam pas batutën që më vinte lehtë. Pastaj unë jam rritur me komedi amerikane, kam pas stand-up comedy në Amerikë, dhe thash, ok, më dua ta provoj dhe unë ta bëj. Derisa kam jetuar jashtë Shqipërisë, kam qenë një 6 muaj jetova në Amerikë, pastaj 2 vjet në Katar, pasi u ktheva nga Katari, pa që këtu ishte hapur një klub komedie i mirëfillt. Aty shkova e provova, bëra një audicion për stand-up comedy, që për fëmijë stand-up comedy është thjesht unë me një mikrofon,
audienca dhe unë mundohem t'i bëj për të qeshur. Nuk është kështu me skeqe apo si kemi parë në për emisione këtu. Edhe e fillova aty, bëra 1-2 hapje për 2 komediantë të tjerë, pastaj kalova akt më vete dhe që aty pastaj deri në ditën e sotme. Çfarë është një artist për ty? Çfarë do të thotë ti je artist? Lind, bëhesh, kamuflohesh, ndryshohesh? Këtu kamuflohesh kollaj si artist. Këtu. Po për mendimin tim, artisti ka e para që duhet ketë është frymë rebele. Këtu e ke fjalën për Shqipëri. Për Shqipëri. Kamuflohesh Kamuflohesh kollaj si artist. Pra nuk je artist dhe bën si artist. Bën si artist. Sepse i tillë është sistemi. Mendoj unë. Shkove në Amerikë. Po. Jetove në Amerikë, jetove në Katar. Po. Pse ike dhe pse u ktheve? Ika sepse njeriu gjithmonë duhet të provojë eksperienca të reja. Sa më shumë të udhëtosh, aq më shumë të hap mendjen, dhe sa më shumë të hapësh mendjen, aq më jaftje për të përshtatur me çdo gjë që të ndodh në jetë. Unë provova Amerikën, punova aty, mbaroj viza dhe u ktheva, pastaj provova Katarin që janë 2 kultura komplet të ndryshme nga njëra tjetra dhe nga jona, sepse doja të provoja veten, a isha jaftë të përshtatesha me këto kultura apo jo. Edhe ja dola më së miri, dhe duke ditur që mund të përshtatem aty, kam vetë besimin se mund të kaloj çdo sfidë që jeta më paraqet. Çfarë punë bëre në Amerikë? Do të bëj të gjitha pyetjet, do të shpeshim si profet. Bëj. Se s'kan ardhur pyetjet e nxehta akoma. Puna s'është asnjëherë turp. Unë në Amerikë kam punuar për ta mbajtur shënim. Në çdo intervistë ne mbajmë shënim mesazhet e forta. Po. Puna nuk është asnjëherë turp. Këtë duhet ta fiksojmë. Çfarë lloj pune është që duhet ta bësh, që të pëlqen ta bësh, bëhe, nuk është. Unë në Amerikë punoja shef në një restorant meksikan, që bëja tacos, burritos, ushqime kështu. Punoja në një supermarket që bëja pizza, sanduiçe, madje arrita në një pikë që hilja picën kështu e fluturoja në ajër, bëja brumin. Edhe në një supermarket tjetër punoja kasier, domethënë bëja 3 punë. Në Katar? Në Katar futa në profesionin tim, punoja kontabilist. Erdhe në Shqipëri, u ktheve në Shqipëri. E para, arsyeja pse ike me këtë modën që ikin gjithë atje është më mirë, dhe pyetja tjetër, u ktheve, kur u ktheve, erdhe me idenë që këtu është më mirë apo ta bësh vendin tënd me atë që pe atje? Kjo e dyta, gjithmonë. Sepse ne, nisemi me atë. Pse ike një? Pyetja. Paka shumë ajo ishte që doja të shikoja kulturë të re. Doja të shikoja si funksiononin gjërat jashtë, mu dha mundësia dhe thash pse mos ta provoj. Kur u ktheva pastaj, ideja është që të mundohemi të bëjmë vendin ton këtu sa më të përafërt me ato vende që ne i quajmë më të mira. Dakor. Unë do të bëj pak të gjitha pyetjet që unë bëj, janë pyetje që bëhen nuk kanë lidhje fëmijët fare, bëhen për kategorinë e grëmoshave dhe të gjitha halkat që na ndjekin nga biblioteka virtuale. Janë shumë që hikin se thonë këtu nuk bëhet, këtu nuk ka të ardhme, këtu nuk ka perspektivë. Ka një kategori që shkojnë, pastaj kanë turp të kthehen, se shohin që atje mund të jetë më keq. Ka një kategori që shkojnë dhe shohin që është më mirë. Ka një kategori që kur kthehen këtu thuhet që këto janë Dembela, po ishin Dembela, këtu janë Dembela dhe atje, ndërkohë që po më thua ke qenë në Amerikë dhe ke bërë 3 punë, po 3 punë mund t'i bësh dhe në Shqipëri. I kam bërë dhe në Shqipëri. I bëre dallimin e kulturave, pra njerëzit ikin, dua të kuptoj diçka. Njerëzit, dhe sidomos të rinj, ikin se këtu nuk, se ka shumë që thonë që leku është dhe në Shqipëri, këtu nuk ka lek, apo ikin, nëse vendosin të ikin, se këtu nuk ka ushqim shpirtëror. Pse ikin njerëzit nga Shqipëria dhe pse kthehen njerëzit pse në Shqipëri? Shiko, edhe ata që ikin unë nuk është se i gjykoj. Nuk gjykojmë askënd. I mirë kuptoj. Çdo kush duhet lëvizë dhe provoj më të mirën për vetë. Njeriu duhet të jetë gjithmonë kërkim. Të asaj që i plotson shpirtin dhe portofolin. Edhe kam përshtypjen se një pjesë ikin sepse mendojnë se
ndoshta ka dhe këtu të ardhur ekonomike, po ka më shumë atje. Edhe shkojnë e provojnë atje. Në momentin që ka, vendosin të mos kthehen. Në momentin që s'ka, kthehen prap ose kanë turp, kanë çdo kjo që kanë turp të kthehen gjithë. Se thonë, e po jo, se shqiptari jeton pak me atë mentalitetin e çfarë do mendoj tjetri për mua. Edhe para se të kthehen thonë, po jo, po ja do thonë njerëzit që unë s'ja dola dot atje, edhe më mirë rivuaj E këtu. kishe këtë problem? Jo. Nuk e kishe Jo. këtë problem. A dallove kultura, përplasi kulturash? Shumë, sepse ne kemi lloj tjetër jetese, ne jemi sado duam të futemi të quhemi europian, ne jemi vend Ballkani. Ne si Ballkan e marrim jetën pak më shtruar. Duam të shijojmë edhe këto gjërat e tjera, jo vetëm punën, po dhe një mik, dhe një shok, dhe një dark, dhe një kafe. Në Amerikë nuk isha kohë. Ishte pun tërkohës. Unë për shembull një gjysmë dite që kisha pushim, duhet të vija të laja rrobat, se nuk kishte lavatriçe në shtëpi. Duhet të vihet ai vendi me çantë me vete të laje rrobat të kthesh në shtëpi, kështu që kur bën mami vë lavatriçen atje, thoni faleminderit mamit direkt se I more ca like nga mama. Mirë, vazhdojmë, do të ngacmoj prapë me pyetjet, po duhet që ta ndërthurim, që mos mërziteni. Grupi I parë I pyetjeve të juaja. Po shumë, Aris. Qa është videoja jote që ka marrë më shumë views dhe për qa është? Video imi që ka marrë më shumë views, do të them videon që unë mendoj që kam bërë më të bukurën, që ka qenë kjo sa po filloi protesta tani. Që kam shpjeguar pak a shumë një këndvështrim. Ta shpjegoj pak se ne duke qenë se pyetja erdhi nga nxënësit dhe mbase nuk kemi informacionin. Prej ditësh në Shqipëri po bëhet një protestë. Një protestë, po. Pra, të rinjt po protestojnë për arsyet e tyre, për kërkesat e tyre, nuk do hym momentalisht në protesta. Pra, po bëhet një protestë dhe ti ke bërë një video. Po. Ku kam shpjeguar aty gjëra të kundërta me ato që shumë analistë thoshin se pse bëj protesta, për ta hedhur pak a shumë poshtë. Dhe kjo ka marrë më shumë. Dhe kjo ka marrë diku te 600.000 views-a, 20.000 like, një 8.000 share, diçka e tillë. Po. Uedi. Të pëlqen këtë protesta? Është shumë I bukur, por është shumë sfidues, se çfarë do të bësh në jetë, do kesh njerëz që nuk do t'i pëlqej, që do ta thonë, që do të komentojnë, po ideja është që ti t'i qëndrosh gjithmonë ides tënde. Pa I dhënë rëndësi çfarë thonë të tjerët. Oj. Si ndjerë kur hodha videot të parë? Kjo ishte super pyetje se akoma e kujtoj atë video. Ka qenë ora diku te 8 e darkës, edhe kam hedhur edhe kam thënë të vej ku të vej. Po që qëlloj që në video të parë ka marrë diku te 40.000 views-a, një 2.000 like, diçka e tillë, edhe ajo më shtyu të vazhdoja. Darse. Cila është videoja jote më pëlqesh? Që kishte shumë komentim. Më pëlqeu ka qenë një video që kemi bërë me një mikun tim. Ai ka pasur një kështu sheqer kafe që e kishte hedhur në tokë, edhe unë tani bëj video dhe ishte kështu si zverdur dhe I thash, "Ç'a ke?" Edhe tha, "Më ka rënë sheqeri." "Ç'ne?" Thash, "Jashtë, ku është aty poshtë." Dhe ishte qese sheqerit në tokë. Po duhet ta shohësh kur e shpjegojesh më. Ndërkohë vazhdoni ngjojeni nga pyetjet e mia që ju ta krijoni profilin se kush është Antoni, deri tash po ju pëlqen apo jo? Pra, po shohim që është një djalë, po shohim që është një djalë punëtor, I shkolluar dhe që ka shpirt artisti. Pse e thash këtë? Se do të ngacmoj, ekziston një mendim që jo se është edhe pa fakte ky mendimi Jo, ti thua. Ekziston një mendim që shumë influencer janë pak bosh. Po ne sot po njihemi me një influencer ose me një personazh të rrjeteve sociale që është plot nga nuk ka vetëm kët ose ndjekësit aty, po pas ka dhe pak botë. Po do ta ngacmojmë, se ndoshta nuk po na e thot vërtetën, po do të ngacmojmë me pyetje. Më thuaj pak, si të lindi ideja fillestare që të krijosh profilin tënd, brandin tënd të stand-up komedi, se ke kriju pak a shumë një brand tëndin, pra pak a shumë ke një
si krijohet një brand, ke një moto tënde. Po. Tokot e fundit njerë gjithë besojnë në rrugë edhe të përshëndesin, nesër Po. më shumë. Po, nëse më shumë, Pra, ti ose e ajo e Xhoxho, kafes. ose ajo e kafes. Pra, ke një brand tëndin, si e Po. krijove? Si të niti kjo ideja, si nisi, dua të di komplet, si e nise, ule, që t'ja shpjegosh fëmijëve, pra ule the unë do bëj një brand timin, unë do, apo Ka qenë ditë mas dite, hedhe i video dhe doli nga i gjë, rregullova nga i gjë. kjo e dyta është më se nuk e kam parë aq nish sa të them, ok, ky është brendi im, po gjithmonë kam dashur të flas për këto gjëra që na rrethojnë, për vendin ku jetojmë, për kulturën, për mënyrën si sillen njerëzit e tjera dhe jam munduar të bëj komedi me ato gjëra që edhe ti, edhe një moshë më e vogël e ka më të prekshme si gjë. Të bësh komedi ose të bësh humor është si puna të zhanret e letërsisë që thon poezia është niveli më i lartë i krijimtarisë, e njëjta gjë dhe humori ndonjëherë është forma më serioze e seriozitetit, e të thënurit të gjërave. Duhet të kesh një botë madhe të bësh humor. Po. Edhe duhet të mos kesh frikë nga të thënit gjërat. Aty do dilja. Ke bërë ndonjëherë kompromise? Ajo, asnjëherë. Asnjëherë, deri tani. Deri tani asnjëherë. Ke pasur frikë? Po. Si ke shmangur? E kam menduar gjithmonë atë pjesën që pavarësisht çfarë ndodh, dua të jem në paqe me veten time. Edhe nëse të jem në paqe me veten time do të thotë që unë ta them atë gjën, atë batutën që kam shkruar, atëherë pavarësisht reagimit do ta them gjithsesi. Unë mendoj që njerëzit kanë një shprehje në gjitha statuset e mia sa edhe imazhe me fëmijët. Se ndonjëherë shpeshherë do doja të isha si ata. Pse? Sepse janë totalisht të pafajshëm. Pra janë totalisht spontan, janë totalisht vetvetja. Dhe unë mendoj që çdo njeri ka, kur del në botën e të rriturve, ka brenda një fëmijë të brendshëm. Po. Dikush e ndryll, dikush e mbyll, dikush nuk e le të shpërthej, dikush vazhdon atë të udhëhiqet nga fëmia e brendshëm. Tani, e ka dhe artisti këtë fëmijën e brendshëm. E ka. Si kamuflohet ky fëmia e brendshëm dhe si nuk duhet kamuflohet, si duhet ta ruajmë këtë fëmijën e brendshëm? Hajde, pyetje, hajde. Se ndonjëherë është sistemi, kur themi sistemi është dhe edukata, sepse dalim këtë rinj dhe themi, për shembull, mos bëj si ky, se ky është karagjoz, ky bën humor është karagjoz. Po. Nuk është njeri serioz. Po. Po si ta dallojmë këtë tash që ky, për shembull, unë do t'jap një shembull. Unë kam pasur fatin e madh të jetoj me artist, të rritem me artist dhe të shoh nga afër Roland Trebickën. Super artist. Të njerin Roland Trebicka, i cili është një nga artistët më të mëdhenj të komedisë dhe të teatrit dhe të kinematografisë që kanë nxjerrë ky vend. Në jetën reale ishte njeriu më serioz dhe qytetari më i denj që ti mund shifje dhe më fisnik. Dhe në teatr, kur ti e shef te Pallati 176 apo në teatr 8 persona plus, nuk të duket ai personazh. Si dallohet kjo? Pastaj duhet të njohësh personin. Si ruhet ky fëmijë i brendshëm? Fëmia i brendshëm. Besoj se aktori kur hypen aty në skenë luan fëmijën e brendshëm. Fëmijën e brendshëm mund ta lësh të dalë edhe në jetë, mos është ndonjë kështu. Madje fun fact, un kam lozur Jovan Bregun te Pallati 176 në gjimnaz në teatr dhe kam fituar aktori më i mirë. Na rekomandon në teatrin? Po. Jo. Pushime Jovan Bregut. Unë ju rekomandoj çdo gjë që ju bën t'ju rraj zemra pak më fort. Çfarë than prindrit kur e pan për herë të parë ose personat e afërt? Çfarë than kur fillova të merresha me komedi? Jemi gjithmonë ke kjo pjesa, nuk jemi ke pjesa serioze. Do dalim ke influencer, jemi gjithmonë ne sot që ta kuptosh, duam të zbërthejmë një influencer, çfarë është ky më vlla? Si është vetëm i famshëm? Se këtu janë gjithë vipa. Po ne ka vipa bosh, ka vipa plot. Tani duam ta kuptojmë. Don gjithmonë kurrë nga këto të dyja, po. Kur kam filluar të merrem me komedi,
nuk është se i ka pëlqyer shumë atyre të mive. E kupton se ka qenë gjithmonë ajo ideja që duhet jesh pak më serioz, çike këto gjëra që bën. Unë më vonë, pas e fillova të më ndiqnin njerëz e tjera, vura re që filloj se sado i kam prindër dhe i dua shumë, është ai mentaliteti që çfarë mendojnë njerëzit e tjerë për ne duke të parë ty. E kupton se çuni këtij, shiko çka ka bërë. Që është gabim, mos u krahaso asnjëherë me asnjë. E kuptoj. Prandaj po them që është gabim në vetvete që mos u krahaso, ti je person unik, e kupton? Pra të ndjekësh vetëm vetja jote. Ti krahaso me sa më i mirë je sot nga sa ishe dje. Si e ke ti marrëdhënie me famën? Se a i ke reale herë të pyesun, i ke reale të ndjekësh aty? Të gjithë. I ke gjithë reale, nuk po na gënjen. Nuk blej, se s'kam lekë të blej një kësaj, se bysha ka. Kam dash gjithmonë të jem në një nivel me njerëzit, se akoma më thonë njerëzit, ore ty je VIP, ti je kështu, unë se quaj veten. Unë edhe do më thonë se normalisht, edhe pse i ke aty më në këmbë. Po mirë, po e bën për të pëlqej famën, pëlqen? E bën për të bërë i famshëm këtë gjë, e bën për të ndjerë vetvetja, ndjehesh i lirë, është pasion. Është pasion, ndihem i lirë, më pëlqen të bëj njerëzit të ndihen mirë. Sepse kam pasur shumë mesazhe nga njerëz që më kanë thënë, shiko, nuk e ke idenë sa i mërzitur isha, ha profilin tënd, shikoj video, qesh dhe bëhem më mirë. Dhe për mua ajo është vlen pafund. E kupton? Dhe kemi qesh shpesh. Në drejtë, kjo ka ndodhur dhe mua. Po. Si u ndjeve kur hyre në të klasë edhe prej që të bëjnë intervistë me fëmijë? Bo, emocionova shumë. Të thash për mua është më e vështirë kjo se sa të kem njerëz të rritur para meje. Sepse ju jeni pak më të hidhur ju fëmijët, kurse njerëzit e rritur që nuk e gënjeni veten ju. Që ta themi me një term më të mirë, jeni vetvetja. Jeni vetvetja, nuk jeni të hidhur, ju nuk gënjeni veten. Ju thoni pyetje atë që të vjen në mendje dhe ashtu duhet qëndroni gjithmonë. Gjithmonë. Po, Aris. Kur e fillove të profesion? 4 vjet e gjysmë, diçka e tillë. Po uj. A ku është videja jote me preferuar? Me preferuar nga videot e mia. Pra me preferuar nga ty, jo nga nga unë. Nga unë është video e parë që kam hedhur nga shfaqjet, kur kam filluar shfaqjet. Ka qenë video e parë që kam hedhur kur kisha mikrofon në dorë dhe audiencë, sepse më kujton gjithmonë atë fillimin, që ka qenë shumë i vështirë. Po sa i di? Çfarë të ka pëlqyer më shumë, puna apo videot? Puna apo videot? Më pëlqejnë të dyja, sepse puna më jep rrogën në fund të muajit, kurse videot ashtu mendon ti? Po dhe mund mos japin. Kurse videot më afrojnë më shumë me njerëzit. A fitoni shumë ju influencerat, se ngjojmë shumë që fitoni bëni namin. Unë ta them troç fare, këtu në Shqipëri, me sa di unë, këto rrjetet sociale nuk paguajnë në vetvete, por paguajnë me reklama, me brende që lidhin kontrata e tjera. Pra ti nuk fiton nga rrjetet sociale? Nga rrjetet sociale, jo. Në gjitha platformat e tua? Në gjitha platformat. Fiton vetëm nga reklama? Po, edhe pse unë nuk bëj as reklama. Nuk bën reklama, fare. Deri tani, domethënë, nuk kam bërë reklama. Po flasim atë që jemi deri tani. Po. Kur bësh më serioz, kur bëhet një influencer apo kur bën komedi? Më serioz. E di që edhe në komedi mund të bëhesh shumë serioz. Bëhesh aq serioz, i thua se unë, për shembull, babi im kur bën batut, të shikon kështu. Edhe të bën më shumë për të qeshur. Kështu që të bën për të qeshur kur flet më, e shikon? Kështu që seriozitetin e ruan nga të dyja krahët, rëndësi ka ajo që thua. Një këshill për ata që duan të bëhen blogger, ose influencer, ose blogger, ose
Do të punoj me rrjetet sociale. Vazhdoni, nuk është asnjëherë e thjeshtë, se mund të duket sikur do vi nga sot nesër, po nuk vjen asnjëherë nga sot nesër, do punë të merr punë. A duhet t'i ngjejmë influencerat? Dhe a ka shumë influencera Ka të merr, negativ ka të merr, ose që rinin veten se nuk... ka shumë influencera si numër, ka dhe shumë influencera negativ, ka dhe shumë influencera që gënjejnë veten. Ka dhe influencera që nuk lexojnë. Sa të duash. Ka dhe influencera që Si duhet veprojmë me këto? Mendimi kritik. Mendimi kritik do të thotë që ju mund t'i shikoni edhe të zgjidhni ata të... Lutem shifër pasere edhe nga kamera, kam dhe okay. Pra, unë pyetje të bëj gjithmonë për kategoritë më të mëdha se sa nxënës. Okej, ideja është që duhet t'i shofësh, mund t'i shofësh dhe pastaj e zgjedh vetë nëse do ta ndjekësh apo nuk do ta ndjekësh. Si e ke këtë raportin me komentet? A ke vënë re që ka një mlef, domethënë në këto rrjetet sociale, e kam thënë shpesh këtë që unë e quaj çrregullim të ose smundje. Xhelozia për mua është smundje. Ajo mlefi që ta shash tjetrin kot edhe pa njohur, është si e ke këtë raportin me këto komente, se besoj të kanë ndodhur, kanë komentuar, në fillim kanë shkruajtur në fillim më mesazhe bezdiste. personale. Në fillim më bezdiste edhe i ktheja përgjigje një nga një të gjithëve. Arrin një pikë që nuk i lëm më të ndikojnë. Nuk i le të ndikojnë. Jo. A je dakord me këtë parimin që e keqja triumfon se e mira është, se thonë gjithë mos i kthe më përgjigje dera ashtu, po kur ndonjëherë kur s'ke përgjigje shtojnë shumë ta. Le të shtojnë. Ose kur jap rrugën keqes. Ideja është që këta që e bëjnë këtë, e bëjnë mbi të gjitha për vëmendje. Dhe nëse ti nuk i jep vëmendje, ai ka humbur që në fillim. Le ti bëj komentet e këqija. Pra ty çdo të ndikoj fare. Çdo të ecësh fare me opinionin se çfarë mendon, ti do të besosh vetëm ti veten tënde. Veten tënde dhe njerëzit që të duan, njerëzit që ke afër, që të flasin. Se mund njerëzit që ke afër, mirë është të thonë edhe kritika, jo vetëm ti je më i miri, sepse ashtu pastaj bëhet pak. E kuptova. Po, vazhdojmë me pyetjet. Nuk kemi shumë kohë, se kemi programin tjetër. Po, Dajma. Kush është videoja jote e parë? Video ime e parë ka qenë një video me makinë roje, që më thot shoku ta përdor çik makinën tënde të rojes, edhe unë i them po, edhe ai kthehet në dhomë edhe nuk e ka hequr mjekrën, ka ruajtur sqetullat në makinën time. Që do të thotë mjetet personale nuk janë gjithmonë personale. Janë mbeten gjithmonë personale. Po, kush kishte pyetje? Po, Amar. Çfarë të pëlqen më shumë të bësh? Futbolli. Zbulum dhe pasion. Unë kam pa me Milan. Bravo. Ja, shiko sa i duam, bravo. Jo reklam. Po. Arrove. Mirë, s'ka gjë, mendoj, nuk ka problem. S'ka gjë. Gregor. Erdhi. Kush e ka thënë se na parë të bërë influencë? Vetja ime. A ke në idhull, në shembull, në idhull, tash kjo idhull është fjalë e madhe, ke një njeri që ndjek? Idhull në komedi kam Dave Chappelle. Dave Chappelle është komedian amerikan, që për mua është nga më të mirët e gjitha kohërave. Po. Ke dashur që i vogël që të bëj komedia apo të erdhi ideja tani? Më erdhi pak më vonë. Kur isha i vogël doja të bëhesha futbollist. Vian ajo qeshi se më shikon të shëndosh edhe thot ky futbollist. Jo, po kam qenë në stërvitje futbolli deri diku 17 vjeç. Pastaj babi më tha o futbollin, o shkollën, po shkollën më tha mua. E mirë rrofshi tash, që më dhe mundësi zgjedhje. Dhe s'ka gabu se ke Jo, ka pasur shumë të drejtë. Prindrit nuk ka bëjnë asnjëherë. Nuk gabojnë. Sepse prindrit janë ata që ju duan. Madje, a mund t'i kthej çik përgjigje babit se? Po ja, se mori babi live. Po më marrin telefon. Ne jemi live. E di që jemi live, ja se jam në intervistë. Shiko se fillojnë tani
Po Gregor. Se zgjodhe këtë profesion? Sepse kjo më afron më shumë me njerëzit, edhe mund t'i bëj njerëzit për të qeshur. Ka gjë më të bukur se t'i bësh njerëzit për të qeshur? Nuk ka. Qa ka? Cili është mendimi jot real për artistët sot? Për çdo lloj artisti? Për çdo lloj artisti. Apo do ta bëjmë ndryshe? Ta bëjmë pak kështu me që të dalim ke fusha jote, se ndoshta bëjmë siklet, kështu që të flasë seriozisht. Jo, unë flas, nuk e kam problem Nuk them fare. një term, ti një përgjigje me humor. E bëjmë kështu? Ose një emër, ose një përgjigje me humor, ose me batut, ose me çfarë duash ti? Si e doni? Ne ti themi një emër me përgjigje me humor, me batut domethënë. Që brenda humorit mund të thotë të vërtetën e vet. E pranon të sfidë? Hajde me bëj. Do t'i thoni dhe ju emra, apo t'i them të parat unë edhe filloni? Do t'i thoni ju? Në rregull, ju do thoni një emër ose një term, Antoni do kthej përgjigjen. E pranon? Hajde bëjmë. Po dal jashtë loje unë. Pastaj nuk mërziten ata që na ndjekin se do bëj dhe pyetjet serioze që fliten në zë në për rrjetet sociale. Po parsor gjithmonë janë fëmijë. Edhe themi gjithmonë të ushtofshin fëmijët. Sa më shumë, aq më mirë, dhe po të jenë kaq të bukur dhe të zgjuar sa këta këtu akoma më mirë. Këto janë gjenerata alfa. Edhe këta duhet të dalin në krye. Se alfa do të thotë të dalësh në krye. E ka fjalën të dalim në krye të vendit, në krye të gjërave. Në krye të gjërave, dini për Zot gjërave. Po, ju thoni emrin, ne Antoni Batutën, shpejt. Kush do filloj pari? Fillo Amar. Shpejt mendoj emrin se s'kemi kohë. Fillo Owe. Futboll. Bo, i paaft. Isha vet i paaft. Pra, gjithë personifikimi që di japësh termit futboll është i paaft. Po flas në aspekt personal. Futboll ëndër. Po, me tek fjalë apo? Jo, dhe mund të japësh një shpjegim. Edhe një fjalim. Po, shumë, se ju influencerat flisin shumë. Edhe kod, po. Na vjen një gjumë. Jo, flasun kod plot. Po. Në art, a isha i mirë në art? Unë shkruaja shumë ese, kur isha i vogël. Kam qenë shkruaja dhe poezi. Tani shkruaj komedi, kështu që kam përshtypjen se kam qenë disi i mirë. I ruan këto? I ka ruajt? Ca i kam ruajtur, ca jo. Kështu që çado që shkruani në një letër edhe ruajeni diku se do ju duhet. Po Gregor. Edhe një lutem? Mollë. Një në ditë e mban doktorin larg. Një në ditë e mban doktorin larg. Owe. Me i dobët se Messi. Nuk ka. Kemi thonë se cili ka drejtën se përgjigjen vet, ne dëgjojmë, në fund vlerësojmë. Ne i dëgjojmë të gjithë dhe në fund vlerësojmë. Po uj. Më kot se futbolli. Avion. Avion. Frik. I kam pasur herën e parë që kam hipur në avion, më jam bllokuar veshët aq keq sa më hyri një frikë kështu, po tani jo. Se ke shku deri në Amerikë? Po. Madje mua s'më zë gjumi në avion. Kam parë 5 filma derisa vajta në Amerikë. Dajma. Mace. Kam pasur 2. Macet janë shumë të mira. Macet janë yje. Uj. S'kam lek për ta blerë. Po, always. Fjalët magjike. Faleminderit, të lutem edhe të nevojshme. Të nevojshme. Gjithmonë. Shprehin vlerësim. A të bën fama arrogant? Ka njerëz që i bën fama arrogant. I bën fama arrogant. Ka njerëz që edhe pak famë i bën të dalin me kapele rrugëve se mos i njohin njerëzit. Është gjë e mirë apo gjë e keqe? Shumë gjë e keqe për mua. Shumë gjë e keqe. Sepse njerëzit ta japin. Se kam dhe pyetjet për prindrit, a? Kam dhe pyetjet për prindrit, kështu që ta plotësoj këtë se njerëzit ta japin
platformën për të bërë këtë gjë që bën. Njerëzit, në qoftë se mua njerëzit gjithmonë. sigurisht, në Nuk qoftë do se ta rrosh kur nga erdhe. mua në qoftë se nuk do më ndiqnin ata njerëz, unë do ta bëja dot këtë që bëj. E thu sot se si je i famshëm, Jo, e kam thënë që në fillim. E kam thënë që në fillim. Dhe e beson. Të merr shumë. Dhe duhet ta besojmë gjithë këtë. Duhet jemi gjithmonë mirënjohës dhe asnjëherë nuk duhet ta harrojmë nga erdhëm. Gjithmonë duhet ta kthejmë kokën pas dhe mos harrojmë nga erdhëm. Dhe mbi të gjitha duhet jemi të virtytshëm. Arroganca nuk është virtyt. Po, Dajma. S'kam hip në një në helikopter. Dua t'hipi. Po, Darsen. Qa? Laps. Laps. Më kot se stilo lapsin. Jo, lapsi është i mirë, sepse dhe po bëre gabim, e fshin dhe e shkruan prapë. Tash unë s'kam... Davis. Nuk kam pasur një stilo laps me gomë. Barcelona, ekipi preferuar i babit tim. Ekipi preferuar i babit. Po. Milan. I thamë. E famë. Amar. Nuk më pëlqen si vjet se s'është Italia, unë jam në Itali. Po. Aris. Kush? Real Madridi. Ekipi dobët të bë. Owen. Video games. Kam pas luajtur shumë. FIFA. Po. Lepur. I let për të vizatuar. Unë e vizatoja gjithmonë me dhëmbët jashtë, kështu të mëdhenj. A i ke pasion të kafshët? I kam qef shumë. Kam pas dhe qenë dhe mace vetë. Po. Angrejti dorën? Okej, po, Darsen. Pushime, dua të vete njërë me pushime në Portugali. Kanë thënë që është shumë bukur, ka bregdet, ka histori, do më pëlqente. Ti e the si ekip futbolli, e dim. Po. Kupa Europiane. Champions League apo kjo me kombëtare? Kjo me kombëtare. Më e bukura ka qenë ajo ku mori pjesë Shqipëria. Ka marrë pjesë 2 herë Shqipëria, në 2016. Vetëm golin e Sadikut mbaj mend. Vetëm golin e Sadikut. Edhe të letë fundit, ka një pyetje e mia, se s'po mbledhni radhë mua fare dhe na mërziten ata që na ndjekin nga rrjetet sociale, se kanë ato pyetjet e veta, duan edhe ato pyetje të nxënshme. Po, shpejt me radhë, nga djali atje në fund dhe me radhë. Asa i s'ka thënë gjë ai. Po. Videoja e parë në përqeshur atë bëri përqeshur? Jo, unë nuk qesh me videot e mia asnjëherë, është e çuditshme. E kritiko veten kur sa duash. Madje po e hodha një video. Po si po, e shef herë atë videon dhe besoj se shef. Aq e hedh dhe nuk e. Edhe kur punoja në televizion, po të vija në fjerë, mami e mbante aty, ku dilja unë se shikoja do të vetëm asnjëherë. Wait. Live. Nuk bëj live. Nuk bëj kështu me gifte me kështu s'm pëlqejnë. Po jo live si term kështu për shembull. A jemi live. Jemi live. Ky live si term. Po çe ky termi live? Shiko. Kape live-in, jemi live. Janë ca terma që janë bërë pak më të mbi përdorur se ç'duhet. Janë bërë më të mbi përdorur se ç'duhet. Po, sa i Belgjika. Po ka pa ndeshje mbrëmë, prandaj fyet. Ke qenë në Belgjik? Të ka pëlqyer? E fundit, Wade edhe Darsen. Sa ta mendoj Wade, Darsen? Gjë më e bukur. Kthehemi pak tash te pyetja që të bëra për artistët. Tani prit, bëj unë ca pyetje tani se do të bëjmë të gjithë përfshim gjitha altat. Po Wade, ha. O me mesin e lidh. Jo, ka nga kulturat më të bukura në botë. Mirë.
ta njohim pak Antonin gjitha drejtimet. Dua mendimin për artistët. Shiko, këtu në Shqipëri është pak e vështirë të jesh artisti që do të jesh. Sepse gjithmonë duhet i përmbahesh ca gjërave. Unë prandaj kam zgjedhur këtë pjesën e komedisë, sepse mund të them atë që dua të them. Po thua që artistët janë të lirë? Kam përshtypjen në pjesën më të madhe jo. E ke të faktuar këtë? E ke Mendimim, flasim gjithmonë mendimim. Ta kisha të faktuar. Është mendimi jot. Si është marrëdhënia jote me librin? Mundon të lexoj sa më shumë. Mundon të lexoj sepse e para të pasuron fjalorin dhe e dyta të fut në një botë që nuk është kjo që ne shohim për ditë. Marrëdhënia jote me filmin, me televizorin. I dua shumë filmat dhe serialet. I do filmat dhe serialet shumë. Si je ti si qytetar? E mbaj... E fut veten ke qytetarët e përgjegjshëm, ke qytetarët që sensibilizohen, ke qytetarët indiferent, neglizhent, mendon vetëm për sipërfaqen tënde, për hapësirën tënde. Si je ti si qytetar? Mundohem të jem versioni më i mirë i qytetarit që mund të jem. Duke filluar që nga gjërat e vogla që atë mbeturinën e mbaj në xhep derisa të gjej kosh për ta hedhur, duke bër edhe për protest, duke dalë aty, duke mbështetur vendin tim, duke gjetur kush janë gabimet dhe duke i thënë me zë të lartë. Detyra e qytetarit ajo është në fund. Detyra e qytetarit është jetë i përgjegjshëm. Po, tani, do të bëj pak disa pyetje dhe kjo është për rrjetet sociale dhe për të gjitha ato pyetjet e nënzëshme që nuk bëhen me zë. Jam i detyruar, unë do të bëj pyetjet, por do të bëj dhe avokatin e djallit. Ditët e fundit, e përmende shpesh, ditët e fundit në Tiranë, ose tash është për të thënë muajt e fundit në Tiranë, ditë pas dite po bëhet një protestë. Po bëhet një protestë e cila ka marrë emrin e Revolucioni Flamingo. Janë ngritur i madh dhe i vogël. Ndër këto je ngritur dhe ti. Je influencer. E para, kush e organizon protestën sipas teje? Sipas meje nuk ka pasur organizator. Ti pse dole në protestë? Do të të shtyhu njëri apo dole vetë? Jo, dola vet, vetëm me atë idenë e para sepse dolën një numër i madh njerëzish, edhe thash, okay, unë mund t'i jap mbështetjen time. Çfarë shtyhu ty dalësh protestë? Për mua, fillimisht si individ dhe pastaj si brand, se dole edhe si ke dalë si influencer, pra është tjetër që dalë si një qytetar i thjeshtë, është tjetër që dalësh dhe me atë që ti përfaqëson. Shiko, pjesën e influencerit në fillimisht kur dole në protestë ke dalë si individ? Si individ. Nuk është askush pas teje. Jo. Nuk të paguan askush. Jo, aty të më paguanin do ishte mirë, po. Në rregull, unë bëj pyetje. Jo, asnjë lloj pagese. Tani, edhe te pjesa influencerit. Kush ishte shkaku që ti dole në protestë? Sepse protesta duhet bëhet kulturë, që këtu te ne nuk para ka qenë. Ti si njeri duhet të kuptosh që ke të drejtën e zërit, ke të drejtën ta shprehësh qetësimin, edhe nëse ke votuar këtë qeveri, duhet të bësh opozit, duhet të jesh aty në shesh. Duhet të kërkosh llogari. Kryeministri i vendit ose çdo kush që mund të dëgjojë dhe mund të jetë kundra kësaj që thua, thotë që ke mundësi një herë në 4 vjet ose një herë në 2 vjet shkosh dhe do dëgjosh. Jo, pse duhet të jap 4 vjet kohën kur mund të dal sot, mund të dal nesër, mund të dal pas nesër. Jo, unë kur shikoj dhe madje mbi të gjitha kam dalë se duhet të ndryshoj kjo fryma e apatisë që kishte kapur këtë vend. Ti ke dalur sepse kërkon diçka më shumë se sa Flamingo dhe Zverev. Po, jo, nuk ajo filloi aty, filloi te ajo të reqa zvar. Ti je influencer, ty çat nxorrin protestë. Mua unë dua Shqipërinë sa më mirë. Të gjithë duam Shqipërinë sa më mirë. Dhe kam vënë re këto vite që kemi jetuar këtu që ka pasur një frymë shumë
apati, shumë e qetë, shumë, ama çfarë ti bëj unë se ata atë punë kanë, që nuk vlen. Dhe kur e pash që u çua një grup njerëzish, thash, ok, më ky është momenti i dur të çohemi të gjithë, ta ndryshojmë këtë gjë. Se ok, prapë te vota do vej. Po, fillove të bësh video. Pyetjet i Po, kam si po, influencer, e kuptova Po, si po. qytetar dole e do Shqipërinë Po. shumë. Tani fillove të bësh video. A e përdor protestën për të bërë i famshëm se dolën shumë njerëz? Jo. Sepse po ta vësh re, unë në rolin e komedianit, videot prapë për të qeshur po i bëj. Pa çka se dua të jap një mesazh nga mbrapa, i kam dhënë një Po, linjës time. videot po jep për të qeshur, po në momentin që mund vesh një hashtag Flamingo ose revolucioni Që si kam Flamingo, vënë asnjëherë. që si ke vënë asnjëherë. Asnjëherë, edhe po ta vësh re, nuk kam vetëm video për protestën, Yes. kam edhe video. Ma për shpjego protestën. pak të algoritmin, si funksionon ky algoritmi? Algoritmi është pak i Abuzohet me të komplikuar. algoritmin, janë vërtet ato që thot kryeministri, pra që ju influencerët po përdorni algoritmin, po e përdorni për Algoritmi nuk varet nga unë që postoj, varet nga ty që shef. Sepse në qoftë se ti shef 4-5 video të një zhanri të caktuar, algoritmi fillon të jep nga ato video prapë. E kupton, në qoftë se unë shikoj 5 video me makina, 4 të tjerat janë prapë me makina. Në qoftë se unë postoj për protestën, po ti nuk ke parë asnjë video për protestën, dhe sa të del e heq, nuk ta jep algoritmin. Kështu që ata njerëz që i kanë parë këto video, i kanë parë dhe kanë qenë të interesuar te ato video. Dhe algoritmi u ka nxjerrë dhe videot e tjera. Ka shumë influencerë në protestë? Ka pasur keni disa. një jetë ju influencerë, Jo. keni komunikim me njëri Në qoftë se ata të tjerët e mund të njihni njëri kenë, tjetrin? për të njohur i njoh, si emra, pjesën më të Po, madhe. dhe dua ta di, duke qenë se njeh, ai ke pyetur ose mendimi jot, a dalin për famën e vet personale, a kanë dalë realisht për diçka se kërkojnë diçka? Ka që kanë dalë për famën e vet. Pra, e personale. shfrytëzojnë për Po, famë. patjetër. Ashtu si dhe njerëz që nuk janë influencera kanë gjithmonë atë dëshirën që nëse bën një pankartë të bukur, ti nxjerrë dikush në foto në rrjetet sociale. Që kjo fillon edhe nga ai që s'është influencer deri te ai që është. Sepse ka pasur shumë që kanë qenë një herë, kanë bërë 2 foto, kanë hedhur ato 2 foto dhe pastaj s'kan ardhur më. Po Kush që është kritika më e madhe që ke ti për sistemin? Gjithmonë jo politika, flasim, pra jemi brenda të folurit me këmbë në tokë. Po. Pra themi mendimin personal në kuptimin pra pa ndikime. po. Dua mendimin tënd personal, kritika më e madhe që ti bën sistemit. Shqipërisë në përgjithësi. Duhet të jemi më të vërtetë. Duhet jemi më të vërtetë. Gënjejmë veten. Mundohemi, jo gënjejmë veten, po mundohemi të jetojmë për fasada. Gjë që s'duhet. kulturë kjo? Po, kam përshtypjen se po. Sepse ti vret më shumë mendjen jo si ndihesh ti, po çfarë do thonë të tjerët për ty, gjë që nuk. Ti del në protestë dhe kërkon Shqipërinë e re. Si është Shqipëria e re që e ndëron ti? Se një nga termat që Po, kërkon është Shqipëria e re. Tani të flas politikisht? Unë dua të flasësh për ata që na ndjekin nga ekrani Po. dhe dua të kuptoj, pra unë dua të zbërthej Shqipëria e të re. gjitha dyshimet që mund të jenë për një influencer. Po, Pra, të thash, detyra ime është të bëj avokatin e diallit. Shqipëria e re është një Shqipëri ku çdo vot vlen. Shqipëria e re është një Shqipëri ku kryeministri nuk mban më shumë se 2 mandate dhe ta bëj pron private Shqipërinë. Shqipëria e re është një Shqipëri ku secili ka të drejtë të dalë të kandidojë dhe një parti e vogël nuk e nxjerr një kandidat me 60.000 vota dhe një parti e madhe e nxjerr me 11.000. Shqipëria e re i jep mundësi të gjithëve këtyre që t'i ndjekin ëndrat e veta këtu dhe nuk ikin jashtë. Shqipëria e re është Shqipëria e të gjithëve. Është një Shqipëri ku respektohet qytetari i pari, jo politikani. Nëse nesër del dikush dhe thot boti Jako e kek, Shqipërinë e re bëje sistemin. Ti si do e bëje? Nuk e di a ti futem më thellë sepse në fund të fundit unë s'jam politikan. Jo, nuk ka lidhje me politikën, nuk po flasim për politikë, po flasim që po kërkon, pra ti del në një protestë. Po. Dhe je influencer.
Je në radhë parë je qytetar i një Qytetar. vendi dhe del si qytetar. Dhe ti kur kërkon të ndryshohet sistemi, unë jam sistemi dhe unë them, ok, ty nuk të pëlqen kjo që kam bërë unë deri tani dhe që po bëj unë. Po. Sado që duhet të kuptojmë diçka që nuk e bën një person i Jo, vetë jo. një sistem. Është një Pra, është një sistem brenda sistemit. Lejuar ta Po. bëj një person i vetë. Dhe them, urdhëro hajde bëje ti. Ti si do e bëje? Me më shumë transparencë, me më shumë llogaridhënie edhe me të zgjedhur njerëz të aftë që mund të na drejtojnë. Njerëz që kanë botë kuptim, që dinë të flasin, që kanë mbaruar një shkollë, një diçka, një pa plagjatura, pa Shqipëria ka nevojë për akademik. Nuk i ka akademike? I ka, po nuk i ka në vendet e duhura. Çfarë mendimi ke për sa ka ndikuar media te kjo kulturë që i marrin 4 pushtetet me radhë. Po. E para, një nga pushtetet është media. Sa ka ndikuar media ke kjo frymë kulture antivlerash që është sot. Ku flasim që një njeri që është akademik, një njeri që lexon, nuk e fiton një reality show. Po. Një njeri që mund të jetë bullizues, Që bën budalliqe, një po. njeri që mund të bëj atë klikimin e shpejt e fiton. Pra, Çfarë mendimi ke? ka ndikuar shumë sepse ajo që njerëzit shohin televizor tani është ajo që quhet trash TV, që është thjesht sa për të hequr mendjen shpejt Po nga mos gjëra. media rrjetet sociale, a duhet të kenë kontroll rrjetet sociale? S'ke si e vë kontrollin në rrjetet sociale, prandaj thash është ajo pjesa e mendimit kritik, që ti mund t'i shohësh këto gjëra dhe thua nuk më intereson edhe thjesht e kalon. Pastaj punon lidhet algoritmi që të thotë e shef që ti nuk të pëlqen ajo gjëja, nuk ta nxjerr më. A je dakord ti me shprehjen ajo që bëj është ajo Ajo që jam është ajo që ajo që jam është ajo që bëj ose ajo që bëj është Është ajo ajo që që jam. apo Po. je me këtë tjetrën, bëni si them unë po mos Jo, bëni jo. si bëj unë. Ajo që bën është ajo që je. Tani influencerët përdorin më shumë të dytën apo të parën? Të dytën. Pra, bëni si them unë po mos Mos bëni si bëj unë. Po po. Është unë prandaj edhe ato unë prandaj kam atë ide mua kjo fjala influencer nuk më pëlqen shumë. Sepse është bërë një term tani që janë të gjithë Është termi influencer. më në modë. Është termi Pra, më në thonë modë. jemi Ke influencer. njerëz që kanë 300 followers edhe thonë influencer për bashkëpunime në DM edhe Çfarë është një influencer për ty? influencer në vetvete është ai që ndikon te opinioni jot për diçka. Do me thënë, në qoftë se unë të them që ky është celulari më i mirë në botë, ti priresh ta mendosh atë gjë. Dy pyetjet e fundit. Dua një se shumë nga si të flasim, por Gjithashtu. gjithë kohën e kemi të kronometruar. Nuk duhet ta harrojmë që është një djalë që është në punë, është në pushimin e punës tani. Të drekës. Pra nuk është e rinë vetëm me telefon, se është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë gjë, sepse është krijuar një frymë. Një nga arsyet që të kam sëritur Anton është ty, që të falenderoj shumë dhe shumë të tjerë që i thras, është sepse besoj që ajo shpreha që shumë gjëra nuk i promovohen njerëzve, thonë nuk lexojnë të rinjt, nuk lexojnë se nuk i promovohet leximi. Të thonë që rinë gjithkohë në rrjetet sociale, rinë gjithkohë në rrjetet sociale se nuk del dikush që thotë që ore ky djali që shihni që ka shumë klikime, nuk rinë gjithkohë me telefon dorë se bën dhe një punë. Dhe morën vesh që ka financiar. Dhe tani është në mes pushimit të punës që ka ardhur për të na vlerësuar dhe respektuar ne dhe për t'u përgjigjur gjitha pyetjeve tona, që unë shpresoj se i përfshiva gjitha pyetjet e nënzëshme, se ka pyetje pafund që mund të bëhen. Dua një këshill për nxënësit dhe një këshill dhe një mesazh për prindrit. Në fillim për nxënësit, pastaj për prindrit dhe për gjithë grup moshat e tjera që na ndjekin virtualisht. 2 këshilla kam për nxënësit, se me sa pash kishte nga ju këtu që bënin blog edhe gjëra të tilla, ndiqeni, çdo lloj ëndre të keni ndiqeni, mos lini asnjëherë njeri t'ju thojë që nuk ja del dot. Telefonin mundoni ta përdorni sa më pak, mua s'më pëlqen në vetvete po e kam punë dhe s'kam çfarë bëj. Edhe e dyta,
nuk ka njeri që ju do më shumë në botë se sa prindrit. Mund të duken shokët sikur janë cool, sikur dinë më shumë gjëra, në fund të ditës prindrit do ju gjenden aty në çdo lloj situate të jeni. Kështu që fjala e tyre vjen e para. Për prindrit dhe për grup moshat e mëdha, Për prindrit dhe për grup moshat e mëdha duhet pak më shumë llogaridhënie nga fëmijët. Sepse kam parë që prindrit janë zbutur pak më shumë se ç'duhet, ku vjen puna që tani llogari kërkohet mësuesit dhe jo fëmijës dhe është gjë që nuk më pëlqen. maj sa na ke parë, maj sa na ke ndjekur, maj sa unë ndjeve sot, dua një mendim për Time Center. Jo, mua më pëlqeu shumë dhe kushtet, edhe mentaliteti, edhe fëmijët që janë yje, dhe do doja të kishte më shumë qendra të tilla që i dedikojnë rritjes si akademike, si shpirtërore të brezave të rinj. Të gjithë ne kemi një përgjegjësi, Brezat e rinj. që janë brezat e rinj, që janë besim Po. dhe amanet. Po. A u kënaqe sot? Ishte një gjë shumë ndryshe nga gjërat e tjera që kam bërë. Gata pasin nga që me Milan. Dakor. Se u skuqa. Se bëni me tot. Time Center është shtëpia e gjithëve, është shtëpia e njerëzve që kanë pasione, njerëzve artistë dhe mbi gjitha njerëzve që duan ta bëjnë këtë vend më të mirë për ato të cilët do na trashëgojnë. Dash zoti bën me fëmijë Jemi këtu do ta mirëpritur sjell. gjithmonë në Time Center për çdo projekt dhe për to që do na vish. Po, Dhe për takime tjera. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. një duartokitje për fëmijët tash se ata ma bën mua, Një duartokitje për fëmijët dhe u shtofshin sa më shumë. sa më shumë. Ju falenderoj që na ndoqët. Unë duam të zbërthejmë se çfarë është një influencer. Siç e kemi tradit, jemi Time Center dhe mundohemi të japim zë të gjithë gjërave që mendohen dhe thuhen në zë. E kam thënë dhe e them gjithmonë, dëgjoni, lexoni dhe në fund vlerësimin Bëni vetë. e bëni ju. Ishte shumë kënaqësi Anton që të kishim. Kënaqësia e gjitha imja. Faleminderit të mësosh kur nuk është vonë. Na mbyll me një shprehje tënde që e ke moto. Sot më shumë. Sot më shumë, nesër më shumë dhe Çdo ditë më çdo shumë. ditë më shumë. Më shumë Mirupafshim. njerëz, më shumë njohuri, më shumë dije, më shumë dashuri në botë. Më shumë libra. Më shumë libra. Sa më shumë libra. Në takimet të tjera. Faleminderit.